Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Faleminderit që jeni bashkë me ne. Ju kemi në studio, po në një lidhje direkte kemi edhe doktorin të cilit i urojmë mirë se ardhe. Mirëmëngjesi doktor dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, apo na dëgjon doktor? Po. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Faleminderit që je bashkë me ne. Mirëmëngjes, mirë se jeni. Atëherë po fillojmë direkt me ju, doktor. Fëmijët ditën e sotit po kanë mundësi që me marrë informacione në moshë të hershme, të themi. Si qëndron kjo? A është kjo metoda e mirë që fëmijët i marrin informacionet nga dikun tjetër dhe jo nga shkolla? Edukimi mbi seksualitetin është term që tash përdoret gjithandaj, është edukim gjithëpërfshirës mbi seksualitetin, është edukim i domosdoshëm, është shumë i mirë nëse merret nga takte profesionale, shëndetësore dhe arsimore, në një kurikull të bazuar në shkencë, edhe në një kurikull që jepet ose transmetohet prej profesionistëve shëndetësorë që paraprakisht janë të trajnuar për me dhënë edukim mbi seksualitetin. Është shumë më mirë, preferohet që ky edukim me u marrë në shkolla, pra në vende ku nxënësit kanë mundësi me marrë informata mirë të bazuar në shkencë, e jo në rrugë, jo në rrjetet sociale, apo jo nga mosatorët e tyre. Doktor, kur është mosha ideale që thot shkenca se prindit duhet informuar fëmijët e tyre mbi seksualitetin dhe tema të zhvillimit të ndryshimeve të tyre hormonale? Tash edukimi mbi seksualitetin quhet edukimi që përfshin mbi seksualitetin i bazuar në moshë. Dhe fillon në fëmijërinë e hershme dhe zgjat deri në adoleshencën e rritur. Edukimin mbi seksualitetin në radhë parë e fillojnë prindrit në shtëpi. Prindrit duhet paraprakisht me u eduku vetë, me marrë informata, me lexu, me u konsultu, se me konë gjendje me ju përgjigj çdo pyetje, çdo kurreshtje, çdo interes të fëmijës të tij lidhur me seksualitetin apo me aspekte tjera që kanë të bëjnë me shëndetin seksual. Pra, hallka e parë, vendi i parë ku fëmijët marrin informata është familja, është prindi konkretisht, pastaj vjen shkolla dhe komuniteti tjetër. Hoxha, dëgjum edhe këndvështrimin e doktorit, po nga pikpamja fetare. Si duhet të silemi me fëmijët kur ata vetëm fillojnë të tregojnë ndoshta të mësojnë nga orientimi seksual? Po më mirë që doktori në fund të dhe e ceki çështjen edhe të rolit të prindërve më së pari edhe të familjes, e që po më duket unis pak jo krejt në rregull me njerë prej shkollës, sepse na e dim që shkolla fillore apo fillestare është spari, domethënë xhiri familjar, apo është familja. Edhe siç edhe tha doktori, spari është tepër e rëndësishme që vetë prindja me qenë të formuar, të shkolluar edhe të domethënë të njohur me këto problematika, me këto tema. Kur ata i njohin këto aspekte, atëherë do të dinë me siguri qysh prej fëmijërisë së hershme, se si ma shkurt prap me eduku fëmijët, si me i trajtu, edhe mos me pas vërtet rezerva për t'i trajtu gjitha temat që fëmijët i preokupojnë. Sidomos në kohën e sotit, siç edhe e theti më herët, me qasin që e kanë tash fëmijët edhe në informata, sidomos edhe qasin kisha me thonë pak edhe të gabushme nga ana e jonë prindërt, për shkak të dinamikës jetës e angazhimeve të mëdha që po i kem, ndoshta nuk jena duke u marrë sa duhet dhe duke u dhënë hakun sa duhet atyre, sidomos kur ka të bën me aspektin e edukimit, me aspektin e mirëqenies, domthonë edhe psiqike, fizike, kështu me radhë. Prandaj po them tek ne si botë kuptimi islam kisha me thonë se ne filloj me eduku fëmijët ende pa lind ata. E mos das tash pasi që të lindin e çfarë duhet t'i trajtojnë për kur ata janë 2 vjeçare, çfarë do 4, 7, 8 kështu me radhë. Pra padyshim se secila fazë ka rëndësinë e vet. Edhe për ditë se çka t'i ofrojmë, çka mos t'i ofrojmë fëmijës, padyshim se është edhe dituria, është shkencë. Edhe për atë po them duhet gjithçysh spari prindja të edukohen si duhet, ata të formohen edhe të arsimohen në këtë drejtim, mandej edhe çështja ndaj fëmijëve. Kuptohet që çështja e edukimit është prej gjërave më bazike, kisha me thonë edhe më të rëndësishme, e që ne
për fat keq po mduket edhe në familje jemi duke çalu, po në shkolla veç qysh moti. Sepse tonë e dim edhe besoj edhe kolegët janë të pajtimit se ne sot kemi arsimim, por në shkolla nuk kemi edukim. Edhe për atë na insistojmë edhe si teolog, edhe si njerëz që preokupohen me realitetin e arsimit, që gjithmonë kërkojmë pak edhe mi u qasë edhe aspektit e edukimit në shkolla, më marr pak me këtë fush. Na e dim që kemi gjendjen edhe në aspektin e pedagogëve. Shumica shkollave tash nuk kanë as pedagog, disa as psikolog e kështu me radhë. Prandaj gjitha janë çështje të cilat duhet trajtuar në mënyrë serioze, të cilat po mduket ende nuk janë duke u trajtuar sa duhet. Këtë çështje mund të na ndihmojë edhe Sueda hoxha e potencoi se edukata seksuale nis në familje, por në shkollat tona vendohen në plan programet e tyre, sa ka material për edukimin seksual. Faleminderit shumë për mundësinë që vazhdimisht flasëm edhe diskutojmë lidhur me edukimin seksual në përgjithësi. Ndihem shumë e nderuar dhe respektuar që kemi edhe profesorin prezant. Orientimi seksual është temë shumë delikate, e cila kërkon vetëdijsim dhe edukim në përgjithësi. Orientimi seksual nuk është përveç orientimit seksual, identiteti gjinor, intimiteti, pastaj prodhimi janë pjesë të seksualitetit. Edhe seksualiteti tek ne si shoqëri, si rezultati mungesës së informacionit dhe vetëdijsimit, e shohin vetëm si akt seksual. Mirë po, edhe në shkolla janë të hartuar plan programet mësimore prej nivelit 1-5, pastaj edhe 1-6, në varësisht prej kompetencave që i parasheh kurikula, korniza e kurikulës Kosovës, gjithherë duke respektuar kornizat ligjore, duke u bazuar në bazë të dy kompetencave kryesore që i kemi individi i shëndosh dhe qytetari ndërgjegjshëm. Do të thënë, në kuadër të këtyre dy kompetencave nxirren rezultatet dhe hartohen plan programet mësimore. Mirë po sa është e mjaftueshme kjo që të jepet informacioni bazë tek fëmijët, unë mendoj që nuk është e mjaftueshme dhe duhet vazhdimisht jo si land nëse nuk e fusim si land obligative, por pse jo edhe në kuadër të mësimit me zgjedhje që e parasheh edhe kurikula e Kosovës. Çfarë i mësoni më saktë? Zakonisht i mësojmë duke i trajtuar temat për këshillimin, komunikimin, se tek ne në shoqëri mungon komunikimi, sidomos brenda fëmijë dhe mësimdhënës, ku fëmijët nga njëherë nuk e gjejnë edhe qetësinë në shtëpi dhe nuk e gjejnë mundësinë e hapjes së komunikimit për shqetësimet seksuale që shfaqen qysh në pubertet apo edhe në adoleshencë. Ka njëherë edhe shkolla është pjesë vendimtare që jep informacione jo me formësu, do me thonë, me orientu në orientimin seksual, po jep informacione sakta dhe bazë për mirëqenien e fëmijëve. I danonjën edhe ti vetë, dhe sa e praktikon me fëmijët e tu me ju i fol edhe me eduku seksualisht për këtë çështje? Tani të lidhemi me atë që u tha deri tani. Sigurisht që edukimi seksual nuk është thjesht akti seksual, por është fillimisht domethënë që ndë fëmijët e vegjël me njoft gjininë e vet. A është mashkull, a është femër, çka është? Jo, ja trupet. Keq kuptohet kjo që menjëherë ndoshta vim tek akti seksual. Po pra, domethënë jo, që të njoftja e vetvetes. Edukimi fillon me njoftjen e vetvetes. Nëse ti nuk e njeh vetveten çfarë je, së pari, që fëmijë, që beb, derisa fillon mëson që ti e di që je djalë apo ti e di që je vajzë, sepse organi yt gjinital është ndryshe, atëherë pastaj nëse ti nuk e bën këtë hap të rëndësishëm që në fillim, atëherë kem edhe më të vështirë të bësh hapa të tjerë më mbrapa. Unë personalisht jam natyrë shumë e hapur me fëmijët e mi dhe jam gjithmonë me parimin që duke qenë se fëmijët e sotshëm janë në një diarre informacioni të frikshme nga të gjitha anët, është më mirë të krijosh një marrëdhënie të shëndosh duke mos i gënyer. Nëse, dhe këtë e kam si mesazh për të gjithë prindrit, nëse fëmia yt vjen dhe të pyet konkretisht për diçka, është më mirë t'ja u tregosh drejt për drejt të vërtetën, sepse ai fëmijë veç e din, por është duke të testuar apo ja tregon ti të vërtetën apo po e gënjen. Është si puna e asaj, në Bersaletës që kemi treguar neve në Shqipëri.
Tha, nëna tha, nga ka marrë në rundë, kemi gjithë mbas kauçit. Po, babi ka si lejleku. Apo i tregojmë, tha, nëna, se si bëjmë fëmijët, tha, të mos vdesi ignorante. Domethënë, fëmija në momentin që të pyet, e ka një bazë informacioni. Dhe në momentin që ti zgjedhësh të gënjesh për atë informacion, ke humbur besueshmërinë atij fëmije për gjithë jetën. Nuk do vi më te ty të flasë. Se ndihen ndoshta prindrit në siklet të jenë real. Po sepse ashtu janë rritur ndoshta? Është pjesa e rritjes, pjesa e preardhjes, pjesa arsimimit. Është shumë komplekse gjëja. Pastaj jo çdo natyrë është e lirshme që mund të flasë për diçka. Unë kam parë edhe kolegë të mi që kanë po të njëjtin nivel arsimor si unë, apo po të njëjtën preardhje si unë, që ndihen keq para fëmijëve të vet. Sepse nuk ndihen të lirshëm, nuk e kanë atë lirshmërinë natyrale që mund ta kemi ne, që na vjen edhe prej profesionit si gazetar, unë me tim shoq për shembull. Ti ta vetë, po, patjetër. Dua të ndërlidhem pak me Edën, këtë pjesë pajtohem plotësisht se përveç trajtojnë shumë tema lidhur me shqetësimet seksuale në pubertet, pastaj adoleshenca, infekcione seksualisht të transmetueshme, barazia gjinore, abuzimet, diskriminimet që po ndodhen. Pikërisht këto tema i trajtojmë në edukimin seksual. Mirë, po kur flasim te tematika shqetësimet seksuale që shfaqen në pubertet, se na e dim që puberteti është pjesë e ndryshimeve fizike, ndërsa adoleshenca e ndryshimeve emocionale. Kur e trajtojmë këtë temë, shpesh herë diskutoj me nxënësit, sa jeni të hapur me prind, sa diskutoni këtë pjesë, për fat keq të na mungon kjo mënyrë e diskutimit apo hapja e diskutimit prind-fëmijë. Arsyeja është që ka mungesë të vedisimit edhe të edukimit nga ana e prindërve, jo të gjithë, pa keq kuptime, por nga frika dhe turpi, që fëmija nëse i mëson ka informacione më herët, do me thënë mundet edhe me i provu, apo me eksperimentu në gjatë gjithë jetës, po e mendojnë, do me thënë ka nivellet të tilla, por edhe fëmijët në shumë raste diskutojnë që nga frika me diskutu, edhe pse janë shumë të hapur, nuk hezitojnë me diskutu, gjithëherë janë vetë janë gjatë orëve mësimore, diskutojnë për çdo shqetësim që në shtëpi, me njëri tjetrin. Po në shtëpi nuk e diskutojnë me prindi, sepse prindi nuk ja jep mundësinë apo hapjen e komunikimit. Për fat keq te na mungon kjo pjesë. Se ka hermetik si shoqëri, ka shik kësaj çështje. Po, unë mendoj që për shkak paragjykimeve dhe nga kultura patriarkale që $1 million question. Nga për shkak paragjykimeve thash edhe nga kultura patriarkale që na rrethon si shoqëri, nga frika e turpit që na nëse flasim diçka jemi të fol për seksin. Ka disa mënyra që prindrit mund ta bëjnë këtë edhe pa e vënë veten në siklet. Për shembull, nënat mund t'i lënë. Cila është praktika që ti e ke ndjekë da? Lirisht mundeni me u Unë kam fol pafund. Unë vazhdoj dhe flas, nuk e kam atë telash. Po për shembull, për prindrit që e kanë siklet të flasin, që ju vjen siklet, shumë thjesht mund t'i lënë për shembull pecetat higjienike në një vend të dukshëm në tualet. Dhe është shumë normale që fëmia si vajzë si djalë ka për ta pyetur se për çfarë duan. Dhe atëherë ajo mund të hapi një temën e diskutimit të ciklit menstrual femëror. Një gjë që unë e kam bërë me fëmijët e mi, me të madhen sidomos, sepse ishte e madhja, nuk ishte fëmijë të tjerë vërdall, përveç se në kopshte në çerdhe. Për çfarë janë këto? Për ciklin menstrual. Çfarë është? Një herë në muaj ndodh kjo, ndodh ajo. Kjo do të thotë që nuk ka mami një bebë te barku, duke ja thënë shumë ëmbël, bukur edhe qartë. Jo direkt rënd, sepse duhet gjetur edhe gjuha në bazë të moshës se si të komunikohet. Ti nuk mund të thuash që ndodh kjo dhe ndodh kjo dhe ndodh kjo, një moshë 3 vjeç se traumatizon. Po, sigurisht. Por me një 17 vjeçar ti mund ta thuash shumë qartë se si të ruhet. Jo domos se ne nisemi nga parimi që fëmia jonë nuk bëjnë seks. E gjithë ata që po bëjnë seks edhe po meten shtatzan 15-16 vjeç, fëmijët e kujt janë? Tanët pra. Tanët. Dhe ndoshta ishte më e udhës që këta fëmijë të mësonin që në fillim që se çfarë është seksi i mbrojtur,
kontraceptivët, prezervativët, të cilët jo vetëm sepse edhe trauma më e madhe e prindërve është shtatzania. Por problemi që nuk është thjesht shtatzania, ndoshta për mua trauma më e madhe do ishte një sëmundje seksualisht të transmetueshme që në afatgjat do e pamundësonte një jetë të shëndetshme të fëmijës tim, si sida për shembull, apo gonorea, apo tjera, se sa thjesht një shtatzani. Domethënë dhe njerëzit duhet ta bëjmë këtë dallim dhe është pikërisht edukimi seksual ai që ti mundëson të gjitha këto detaje. Por hoq, çfarë thot feja për gjitha ata fëmijë që e ndjejnë veten që i përkasin orientimit të njëjtë seksual, si duhet vepruar prindrit me ta? Shiqani, tash kjo puna e vetëm njohurive rreth këtyre temave që po ajo është bazike padyshim, edhe mos pasja e informatave të bollshme nga ana e prindërve, edhe po e bën që vërtet pra të ngurrojnë, ti trajtojnë këto tema dhe mënyra e trajtimit e kështu me radhë. Por megjithatë, vetëm informata, vetëm njohja e këtyre problemeve që po ceken domethënë deri tani, na jemi dëshmitar që nuk po na mbron edhe si shoqëri, po edhe si rini, edhe si fëmijë, informata me e quajtur ashtu e thatë, e njohur edhe nga të rriturit, nuk po i bën që ata vërtet mos me i shkel kufit me e quajtur ashtu dhe mos me bërë gabime kështu me radhë. Për atë, na si teolog, si hoxhallar, mendojmë se i duhet shoqërisë sonë ajo që e kemi pas në të kaluarën, edhe pse gjithmonë me ndonjë periudhë më mirë, ndonjë jo sa duhet, na duhet edhe aspekti edukimit fetar, edukimit domethënë hyjnor i cili mendoj se vërtet informatës shkencore i jep fuqi, i jep domethënë edhe zbatueshmëri. Kjo për fat të keq në realitetin tonë po e shoh se ndoshta ozbeh në një mos jo të vogël të shumë familje, edhe për atë tentimi që vetëm t'ju jipen informatat, domethënë thjeshta me e quajtur ashtu, nuk po i ndal edhe nga edhe eksplorimi edhe nga domethënë edhe për atë po kemi edhe këto probleme të lashtë që vazhdimisht po na ndodhin. Për atë po tek ne çështja domethënë e familjeve tona, problemi ka qenë të mos njohja e fesë si duhet, të mos njohja dhe mos praktikimi si duhet i fesë, për atë ndoshta i ka bërë njerëzit nganjëherë më u thirr në emër të fesë për shumë gjëra të cilat nuk kanë bëjnë fare me fenë, sepse po them prap, feja jon, kur fjala edhe tek aspekti i fëmijëve, na porosit që ne me i mësu dhe me i eduku edhe në këto fusha, po në të njëjtën kohë jo rastisht, domethënë vetëm se kur fillon rritja e tyre, ne tek ne në Islam preferohet në asnjë mënyrë që mos me ndodh domethënë fjetja në dhomat të njëjta, domethënë vajza me djemë, gjinia e njëjtë. Edhe këtu edhe në aspektin shkencor të dëshmuar. Një fëmijë e thotë po ndihem homoseksual. Edhe kam ndoshta dashuri ose pëlqim tërheqje nga gjinia e njëjtë. Unë mendoj që kjo nuk ndodh nga fëmiu zakonisht. Këto janë tema të cilat na po duket jena duke i sforcuar kohëve të fundit. Mendoj që nuk është e lindur. Nuk në asnjë mënyrë. Unë për veti se di ndoshta e dini, kum pas jam marrë shumë me këtë temë dhe kam studiuar këtë temë bukur në detale, sepse jam ballafaqur me raste të tilla që jo të pak që më kanë ardhur në xhami. Domthon prej djem sidomos, për vajzës po flas, po djem cilët konkret më kanë ardhur dhe i kam cekun edhe këtu kam gjetur edhe para një viti që kemi trajtuar edhe në detaj këtë temë, e që domthon nga literatura që kam lexuar nga shkencëtar perëndimor, edhe madje edhe 2-3 prej tyre që ishin njerëz me nam sot në Amerikë, njëri prej tyre prej kryesorëve që është edhe që mirret me këtë fushë që ka qenë vetë prej gejve, thotë se domethënë në asnjë mënyrë nuk është dokumentuar shkencërisht se ekziston gjeni gej. Nuk ekziston gjeni gej. Këtë çështje mund të më ndihmojë dhe vetë doktori. Doktor, çfarë thotë shkenca? A lindin persona që kanë të heqin nga gjinia e njëjtë apo gjatë rrugës e fitojnë atë? Fitohet gjithsesi. Pare, po vjen shumë mirë që në studio një ka dhe hoxha, sepse edukimi, pra po thëmë, në shbirë me përdojë si term, edhe ju, si media, edhe gjithë edukim, gjithë përshkërës mbi seksualitetin i bazum në mosh, jo veç edukim seksual. Edhe thamë bëhat në familje, në shkollë, edhe komunitet. Komunitetit e na dijet, jo është komunitetit fetar, a që e ka një rëll dominant, rëll të pashmangshëm në edukim edhe në këtë sferë, sepse përstindja e popullatës
është atë madhe dhe frekventimi i vendeve, xhamive dhe vendeve tjera është shumë i madh, prandaj ne hojë ose lider fetar i mirë edukum në këtë aspekt kishme ndihmu shumë shoqërinë në dhënie të informatave të drejta të mjaftueshme mbi seksualitetin. Kur jem të orientimi seksual, orientimi homoseksual, këndësërisht dihet që nuk është që vjen nga lindja, por nuk është gjenetik, nuk është i trashëguar. Nuk e din askush çfarë orientimi seksual do ketë deri kur të arrin moshën kur fillon me u tërheq seksualisht. Veç në atë kohë e din ndaj kujt ka tërheqje seksuale. As nuk është gjenetike, as nuk është diçka që dikush e bën me qef, por është thjesht ndjen që secili e përjeton në një moment caktuar të jetës vet. E qartë. Zonja Tli. Shkenca nuk e trajton si rregullim, nuk është prej vitit 1993, nuk është më në listën e rregullimeve as psikologjike, as seksuale, dhe si i tillë pra është hjek, nuk ka diagnozë dhe për diçka që s'ka diagnozë, nuk ka as trajtim. Çdo kush që mundohet me metoda të ndryshme reparative me e zgjidhur këtë problem, bën gabim profesional ose mjekësor. Ka raste kur fëmijët orientimin seksual e kanë jo mirë të forcuar, pra është i fluid, është i shitshëm. Dhe ndoshta mjaftojnë një bisedë, një sqarim, një diçka që ai me u drejtu ose me marrë një kohë pak më tjetër të orientimit. Por përgjithësi orientimi seksual pra është diçka që secili e ndjen në momentin kur fillon me tërheqje seksuale dhe tendencat që me çdo kusht me sforcuar ose me mjekue janë të ndaluara dhe janë jo të suksesshme. Zonja Li, po. Vetëm se të çështja domthon edhe doktori do të pajtohet që nuk ekziston gjeni gej. Prandaj çështja e orientimit tash pra po mvar ka shumë prej vet ambientit familjar, fillimisht prej edukimit edhe prej çështjes që do ta ketë fëmiu do të në informata edhe prandaj kjo domethën fitohet. Nëse ne vërtet pra ja bëjmë hizmetin, kisha me thonë, e që sot jo pak po i bëhet hizmeti për fat të keq që t'ju dallashiten ma shkur këto orientime do të fëmijëve tonë, atëherë mos të vajtojmë që themi sen, sepse jemi na prodhues të këtij realiteti të edh. Përndryshe kur jemi marrë një serioze edhe jemi mundu që vërtet fëmija që dihet që është djalë, ai që është fëmija që është vajzë, janë gjëra të dukshme të njohura që nuk ish dasht me u problematizu. Po problemi është që kur vërtet fillojmë ne me çastin që e kemi ose me materialet që ofrohen tash edhe informatat Sigurisht. Kto po na shkaktojnë probleme edhe prandaj, siç edhe tha doktori, me pak diskutim, nëse është fjala për në kohën e hershme të fëmijëve, me pak diskutim edhe orientim si duhet, ata kanë me marrë kahjen që e kanë. Po na pajtoheni ju me këtë që po thot hoxha dhe doktori? Unë pajtohem absolutisht me pjesën e studimeve shkencore, të cilat për fat keq nuk janë të plota, sepse ka ende shumë punë për të bërë aty. Te pjesa fetare e gjës mund të them që është pikërisht feja ajo që ka bërë punën më të keqe të mundshme në sa i përket orientimit seksual, sepse duhet jemi të qartë. Nëse ti e sheh fëmijën e vogël, dhe është një gjë që unë e përmendi gjithmonë, nëse ti e qof fëmijën në çerdhe dhe fëmia yt ka preferenca të shoqërohet me njërin gjini apo tjetrën, ti prej aty, nëse je prind i vëmendshëm, fillon dhe të dallosh se çfarë preferencë do ketë në të ardhmen ky fëmijë. Pra, a e ka orientimin dhe si e ka atë orientim. E para, e dyta. Do të merrem më shumë tani me këtë pjesë. Tani, pjesa e të marrmes është thik me dy presa, sepse unë njoh shumë familje të cilat janë edhe fetare, edhe të drejt për drejta gjitha që i ngulfasin fëmijët e vetë. Kam vënë re që fëmija ka preferencë tjetër dhe jo që e ngulfasin, po e obligojnë, e detyrojnë, i bëjnë muhabete homofobike, nëse mund të themi tilla, duke menduar që kanë me arrit targetin që po arrin. Është një sjellje e gabuar kjo Ida? A duhet pranuar fëmija ashtu siç ndihet? Dëgjon, unë kam fëmijë. Nëse fëmija im nesër vjen edhe më thotë, unë kam këtë preferencë apo atë preferencë, çka kam me i bë? Me myt, me vra? Çka kam me i bë? Me shku me çun burr, t'ja ndryshoj orientimin? Ti ke vetëm dy rrugë, o e pranon o nuk e pranon. O e mbështet o nuk e mbështet. Jam dakord me hoxhën që thotë po i bëhet puna pak më shumë se që është, sepse
këto pride flags e gjitha me radhë, a dalun me flamur në dorë të them që partneri im është mashkull? Jo. Pse duhet X-i të dali një person dhe të thot me flamur në dorë, unë jam proud që jam gay, edhe për mua ajo pjesë është e tepruar. Për mua personalisht. Se cili e ka pjesën e vetë individuale, nëse unë e mbaj në diskrecionin tim se çfarë bëj në shtratin tim, të lutem respektoma privatësinë time, mbaj edhe ti në diskrecionin tënd se çfarë bën në shtratin tënd. Kjo është ajo që duhet t'i japun për këtë temë. Është një çështje se sigurisht do diskutojmë edhe me të gjerë, po kaq është edhe koha e limituar për sot, prandaj ju falenderojmë të gjithë për këndvështrimet dhe mendimet e juaja. Ishte kënaqësi më pas në studio. Gjithashtu faleminderit shumë doktor për këtë lidhje direkte. Besoj që herave të tjera shihemi dhe dëgjohemi sërish së bashku. Elaborojmë më shumë këtë temë, sepse ishte shumë e ndihshme për kaq kohë, është e pamundur. Kaq është koha, faleminderit shumë që të gjithëve. Atëherë kjo është edhe fundi për sot, do një le ta kem të dielën. Mirupafshim, jemi nesër. Tom.